shumë. Tani kalojmë tek një tjetër moment, një tjetër recet. Fileto pule kemi. Vendos direkt tiganin. Gjokse pule, fileto pule, t'jenë kështu disi të holla, jo shumë të trasha, sepse edhe pjekja askuqe atyre nuk bëhet mirë si që duhet. Si o t'i përgatisim sot filetot me? Do të kemi do një krem, artë të shkojmë pak recetën të shkruar, realizojmë pak së bashku përbërësit e recetës së filetos, me njëherë do t'ja u tregojmë tani se çfarë përmban tjetër kjo recet. Fileto pule me salcë kremoze limoni, pra do të përgatitet dhe një salcë limoni, 2 gjokse pule, miell, vaj ulliri, hudhra, një qep e vogël, një gotë ujë ose lëng pule nëse ju ndodhet, 1 ose 2 limona, do t'ju marrim lëngun, 200 ml pana, erza të freskëta, krik, piper i zi. Kjo është receta e filetos, një nga produktet që përdoret bollshëm gjërë në kuzhinat tona, kështu që e sjellim në forma të ndryshme. Përgatis lëngun e limonit. Kam vendosur lëkurën, sikurse dhe thelpit e hudrave. Kapakun dhe e lë të digjet. Po, tamam të digjet, të lëshoj atë aromën e vetë, karakteristike, pastaj edhe lëkura ka ato vlerat e veta. Përgatitemi merremi me atë salcën e bardhë në fakt, por që ka aromë të fortë limoni, salcë limoni, do të ketë panën, do të ketë miellin dhe lëngun e plot të 1 ose 2 limonëve në varësi të madhësisë të limonëve. Këtë pjesë, një sekond iki, e shtoj. Se gradualisht dhe bimë tona aromatike. Limonin e kaloj në masën e ujit që mua më duhet. Po i kam të ara, lëti lë pak të masa e ujit. Vi i pudrosim pak. E kaloj direkt në lëngjet. Po. Do tjetrën, do fileton tjetër. Shiko, dhe të ngjyra e filetës, po do të ndalemi një tjetër tani se s'kemi kohë të sqarojmë pak. Largoj, e lëshoj aromën e kryer detyrën lëkura. Pjesën e lëkurës. Vendos kapakun. Kjo është faza e parë e gatimit. Po. Nëse ne duam, shumë mirë, mund t'i kalojmë to të voglat, që të jenë pjesë e salcës. Tani këto filetot janë të holla, kështu që një kthim nga të dy anët dhe marrin të ngjyrën e dur të artë. Heq. Thelpit e hudhës, mi jep janë të vogla të luta? Faleminderit. Opa. Do të shtoj. Këtu t'i kullosh prap ato. Pjesën tjetër
Dhe i largoj. Në qojnë lëngjet, piqem pak filetot, marrin dhe atë aromën e vajit, kemi shtuar më parë edhe lëkurën, dhe tani sigurisht salca. Largoj. Pjesën e mishit, duke shiko, sepse është e freskët. Tek po ai vaj, Do të shtoj qepën, qepën. Në përzierje, bashkë me këto copat e E vogla duhur. të filetos. pra një fileto është e mjaftueshme sepse ndahet të gjysëm. Masa që çdo njeri duhet të përdori, patjetër që duhet të jetë një fileto. Po nuk tani nuk presim ne që kapim Edhe ti një fileto ke. Edhe unë bashkë. Unë në përgjithësi faktikisht, unë kam neps, por nuk është sasi. Unë kam neps. Dua të zgjedh, po. Jam hamse për dua të zgjedh. Të dyja janë për një për shembull. Ku do? Tani, kur mish ishin freskët, do të shte edhe një tjetër. Gjysëm. Por për njerëzit që duan të vendosin muskuj dhe të marrin peshë, patjetër që duhet edhe një pjesë tjetër. Dhe për njerëzit që duhet të jenë normal, është kjo sasi, patjetër, sepse janë proteinat që ndihmojnë. Shiko, sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë. Njerëzit që duan të kalojnë në tharje, e largojnë fare, bie masa muskulore, sepse duhet i zëndosojnë. kemi vendosur vezët. Fiks. Kemi vendosur shumë mirë, ne mund të vendosim brenda kosin. Dhe a dini shumë mirë, derisa mua të më bëhet, kosi, ajo hira, që faktikisht është gjëja më e mirë për të përdorur. Shtoj. Shtojmë pak ullë, Op, panën dhe pastaj ja, sigurisht lëngun e limonit, të përzjerë me pak ujë, e cila gjithë kjo masë pastaj do të kaloj tek filetot apo jo. do të shtoj pakos fare vaj këtu. Ja japim dhe procesin e fundit, se na thonë që duhet ta mbyllim pas ka kaluar Direkt, masën këtu, këtë pjesën tjetër këtu, Dhe kripa, op, pakos fare piper, masën e panës që e ndihmoj me pak ujë, me limon, bashkë me disa arra të thërmuara aty, kështu që ta lëm të dhe e lëm të bëhet, ja. e lëm të bëhet. Hapim dhe kapakun e tiganit tjetër, ndërkohë sultjashi është dhe në furrë, e do sultjashin ta sjellim apo e shohim në do ta lëm të qëndrojë aty, e shihni në fotot tona në rrjetet sociale të lumshin duar, ne do të kalojmë tek publiciteti dhe do të rikthehemi në orën e 2 të emisionit pas pak.